Përgatitjet për edicionin e 5 të shumëpritur të Big Brother VIP Albania tashmë kanë hyrë në fazën më intensive. Dhe bashkë me to ka nisur të zbulohen edhe emra që do të jenë pjesë e formateve shoqëruese të spektaklit. Një nga emisionet më të ndjekura, Fan Club, ka konfirmuar tashmë drejtuesit e rinj, duke sjellë surpriza që kanë ngjallur interes të madh tek publiku. Edhe pse në të kaluarën mes tyre nuk ka munguar debate dhe kritikat publike për dinamikat e lojës dhe zhvillimet brenda shtëpisë, raporti mes Ronaldo Sharkës dhe Eglitakos ka njohur një kthes të papritur. Nga kundërshtar në komente, ata janë kthyer në partner profesional, duke dëshmuar se bota e televizionit di të surprizojë edhe me aleancat më të papritura. Sipas raportimeve të fundit nga burime pranë produksionit, Eglitako do të marrë për herë të parë drejtimin si moderatorja e re e Fan Club për këtë edicion, një përgjegjësi e madhe që konfirmon pozicionin e saj gjithnjë më të fortë në ekran. Ndërkohë Ronaldo Sharka vjen në një rol edhe më të rëndësishëm, atë të producentit ekzekutiv të programit, duke pasur në dorë drejtimin artistik dhe editorial të analizave javore. Burime pranë stafit bëjnë me dije se afrimiteti i krijuar mes tyre gjatë muajve të fundit, si dhe respekti profesional që kanë ndërtuar, kanë qenë vendimtar për këtë bashkëpunim. Miqësia e re dhe kimia e lindur mes dy figurave publike, duket se ka bindur drejtuesit e formatit për të besuar atyre një nga programet më të rëndësishme të Big Brother VIP Albania. Ky ndryshim pritet të sjellë një frymë të re në Fan Club, më dinamike, më analitike dhe me më shumë debat në studio. Tashmë publiku është jetur të shohë se si do të funksionojë kjo dyshe në ekran, në një sezon që pritet të jetë ndër më të fortët dhe më të komentuarit e viteve të fundit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.